Përshëndetje. Ka një realitet të hidhur në marrëdhëniet njerëzore. Sa herë që ne bëjmë shumë për dikë, duket se shpesh nuk na vlerësojnë. Nuk është thjesht një ndjesi personale. Psikologjia sociale dhe ajo klinike na tregon se kjo ndodh për arsye të thella që lidhen me natyrën njerëzore, pritshmëritë, emocionet dhe kulturën. E para kur dhurata jon bëhet e zakonshme. Njerëzit kanë një aftësi të pabesueshme për të mësuar shpejt normalin. Nëse herën e parë që dikush të ndihmon, shpreh falënderim. Herën e 10, ky falënderim mund të duket si diçka e pritshme, e zakonshme. Truri ynë përpunon çdo ndihmë si një standard të ri dhe vlerësimi emocional përpunohet më pak. Në psikologji, kjo lidhet me një fenomen të quajtur përshtatje emocionale. Sa më shpesh të ndihmosh dikë, aq më pak emocion i ri krijon një veprimtari për personin tjetër. Përveç kësaj, dhurata ose ndihmat e vazhdueshme mund të kthehen nga ana e tjetrit si pritshmëri. Ky gjithmonë bën për mua, nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Do ta bëj prapë. Kështu veprimi yt shndrohet nga një gjest i bukur në një normë të detyrueshme në marrëdhënie. E dyta, psikologjia e falënderimit. Fakti është se falënderimi nuk është gjithmonë proporcional me veprimin. Shumë njerëz, për arsye të ndryshme, nuk e shprehin mirënjohjen, disa thjesht nuk e dinë si ta shprehin. Të tjerët janë mësuar ta marrin pa dhënë, duke bërë që falënderimi të duket jo i domosdoshëm. Ekziston dhe egoizmi i nënkuptuar. Disa persona kanë vështirësi të perceptojnë vuajtjen ose mundin që ti ke bërë për ta, sepse fokusojnë vetëm tek nevojat e tyre. Në praktikën klinike shpesh shohim se ata që marrin shumë për të zakondshmen e marrin si diçka normale. Dhe shqetësimi i brendshëm për t'i bërë të tjerët të ndihen mirënjohës nuk ekziston. Kjo nuk është gjithmonë keqdashje, është një kombinim vetë fokusues dhe mësimi të jetës që bën njeriu të mos shohë më thellë. E treta, marrëdhëniet dhe pritshmëritë e fshehta. Kur bëjmë shumë për dikë, shpesh presim mirënjohje, një sinjal që vlerësohet përpjekja jon. Kur ky sinjal mungon, ndjejmë zhgënjim. Psikologët e quajnë këtë pritje një reciprocitet emocional. Ne presim që puna jon të kthehet në vlerësim. Kur nuk ndodh, krijon një ndjenjë e pashpjegueshme e padrejtësisë. Po njerëzit nuk janë gjithmonë të vetëdijshëm për pritshmëritë e tua. Shumë herë ata nuk e kuptojnë sakrificën ose mundin që ke bërë, sepse nuk e perceptojnë ose nuk e krahasojnë me gjendjen e tyre. Përveç kësaj, marrëdhëniet janë të ndryshme. Disa njerëz vlerësojnë më shumë gjeste të vogla dhe të dukshme, se sa veprime të mëdha që nuk janë dramatike ose të dukshme. E katërta, për masat kulturore. Njerëzit rriten me një kod kulturor që përcaktohet se çfarë është mirënjohje dhe çfarë jo. Në disa kultura, ndihma dhe sakrifica supozohet si detyrë, prandaj falënderimi është opsional. Në këtë kontekst, mungesa e mirënjohjes nuk është mungesë edukatës, është mungesë e pritshmërisë kulturore. Në kulturat ku individualizmi është i lartë, njeriu i falënderon të tjerët vetëm për veprime që i shohin jashtëzakonisht të rëndësishme. Në kulturat kolektiviste, ndihma dhe sakrifica mund të pritet si pjesë e jetës normale. Pra, ndonjëherë ti bën shumë, ata nuk e shohin si diçka që ke bërë shumë, sepse e konsiderojnë normale. E pesta, njerëzit shpesh nuk e shohin përpjekjen e brendshme. Kur ndihmojmë dikë, shpesh nuk është vetëm veprimi fizik apo material që llogaritet, por dhe energjia emocionale dhe psikologjike. Ky lloj investimi i brendshëm nuk është i dukshëm. Ti mund të kesh bërë 1000 përpjekje të mëdha për të kuptuar nevojat, për të shprehur emocionet, për të bërë gjërat që të ndodhin. Tjetër sheh vetëm rezultatin ose veprimin e fundit, jo sakrificën që ke bërë që gjithçka të funksionojë.
Psikologët këtë e quajnë si efekti i punës së padukshme që nuk vlerësohet. Kjo është veçanërisht e zakonshme në marrëdhëniet familjare ose romantike, ku ritualet dhe sakrificat e përditshme bëhen të padukshme për syrin e tjetrit. Dhe kjo ndodh mes vëllezërve, mes motrave, mes fëmijëve, nënës, babait, pra ndodhin në të gjitha familjet. E gjashta, si të menaxhosh zhgënjimin? Nëse ndihesh i pavlerësuar, mund të ndihmojë të mendosh ndërgjegjësimi i pritshmërive. Kupto që ndjenja e pavlerësimit vjen shpesh nga pritshmëria jote, jo domosdoshmërisht nga qëllimi i tjetrit. Komunikimi i hapur. Ndonjëherë njerëzit nuk e kuptojnë mundin tënd sepse nuk u tregohet. Një dialog i qetë dhe i ndershëm shpesh rrit mirënjohjen e tyre. Ndërveprime të balancuara. Kujtoj që marrëdhëniet më të shëndetshme janë ato ku të dyja palët japin dhe marrin dhe nuk duhet të mbështetesh gjithmonë në mirënjohjen e tjetrit për të ndjerë vlerësimin. Vlerësimi i brendshëm. Shpesh më e rëndësishme se mirënjohja e të tjerëve është njohja dhe respekti që ti ke për veprimin tënd. E shtata, humanizimi i tjetrit dhe i vetes. Ndonjëherë tjetri nuk të vlerëson sepse është i zënë me jetën e tij, me streset dhe emocionet e veta. Nuk është gjithmonë një sulm ndaj teje. Në psikologji kjo lidhet me njerëzit që shpesh i përjetojnë gjërat me prizmin e vet, duke bërë të vështirë të kuptojnë sakrificat e dikujt tjetër. Humanizimi i tjetrit. Të pranosh që ai apo ajo ka limitet dhe mundësitë e veta emocionale dhe humanizimi i vetes. Të pranosh që të ndihmosh është zgjedhje, jo detyrë. Janë çelësi për të ulur ndjenjen e zhgënjimit. Dhe e teta si përfundim do të thosha se marrëdhëniet njerëzore nuk funksionojnë gjithmonë sipas ligjeve të drejtësisë apo reciprocitetit. Ti mund të japësh shumë dhe të mos marrësh falënderim të jashtëm, dhe kjo nuk e bën veprimin të pavlerë. Vlerësimi i veprimit tënd dhe kujdesi për vetvlerësim janë të domosdoshme. Njerëzit nuk ta dinë për nder kur ti bën shumë për ta, jo sepse janë keqdashës, por sepse truri i tyre e percepton mundin tënd si diçka normale. Falënderimi nuk është gjithmonë pjesë e kulturës ose zakoneve të tyre. Ata mund të mos kuptojnë energjinë emocionale që ke dhënë. Ata kanë pritshmëri dhe perceptime të ndryshme. Dhe mbi të gjitha, të ndihmosh dikë nuk është për të marrë mirënjohje, për të ndihmuar. Sa më shumë ta kuptosh këtë, aq më pak zhgënjime do të ndjesh dhe aq më shumë do të ruash energjinë dhe emocionet e tua. Në fund të ditës, ato që ti bën për të tjerët janë pasqyrë e karakterit tënd dhe humanizmit tënd, jo thjesht një këmbim emocional që kërkon shpërblim. Fjala përfundimtare, të japësh shumë nuk është kur gabim. Të kërkosh mirënjohje për këtë është natyrale, por vlerësimi më i madh është ai që vjen nga vetja, integriteti yt emocional. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendje. Nëse dëshironi mund të bëni komente, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.